Zjarret e vitit të kaluar në kodrat dhe zonat e banuara të fshatrave të Dropullit kanë lënë një shije të hidhur tek opinioni publik. Nga ana tjetër, strukturat vendore mbase kanë krijuar një përvojë të hyrë për evitimin e vatrave të zjarrit. Banorët e 41 fshatrave në 3 njësitë administrative të bashkisë së Dropullit tashmë janë në ankth. Banorët janë të shqetësuar për ekzistencën e disa shkureve apo barrave të këqija brenda zonave të banuara në fshatra. Njëkohësisht, policia bashkiake po vazhdon përpjekjet për sensibilizimin e opinionit publik. Si çdo vit ne kemi bërë lajmërimet nëpërmjet kryeplegjeve dhe fletëve të njoftimit që në periudhën e barit të kenë shumë kujdes nga zjarret. Gjithashtu shërbimet e policisë bashkiake dhe strukturave të tjera të bashkisë janë në terren për të vëzhguar dhe për të sensibilizuar banorët. Gjithsesi, shtëpitë e emigrantëve të cilat janë të mbyllur aktualisht përbëjnë një rrezik potencial për të krijuar vatra zjarri. Shumë banorë të zonës tonë janë në emigracion dhe detyrimisht edhe shtëpitë e tyre janë të papastruara. Edhe me ata ne kemi punuar që si kemi sensibilizuar dhe i kemi lajmëruar që kur të vinë të marrin masa të prerjen e barrave. Nga ana tjetër, qendra operacionale që u krijua nga Ministria e Mbrojtjes në krahun të Finikit për të përballuar fatkeqësinë natyrore në disa bashki të jugut, përbën një garanci më shumë edhe për banorët e Dropullit.